Të dashur miq, dua të them diçka. Shqiptarët prej 10 ditësh janë në shesh, me mishe, me shpirt, me gjak dhe me zemër, me këtë flamur kuqezi. Sepse shqiptarët e vërtet janë në shesh, janë në shesh. Por kisha një thirrje për vipsat. Ku janë vipsat? Ku është Alban Skënderaj? Që kur erdhën në Milano shqiptarët e mbushën Asako Forum plot e për plot me flamuj. Dhe kur bëjnë njoftimet për koncerte, vendosin flamurin shqiptar dhe thonë shqiptar, ku jeni? Njëtën gjë bën dhe për Elvana Gjatën. U mbush plot Asako Forum. Shqiptarët e mbështetën. U përgjigjen. Ishin koncert shqiptarët. Sot shqiptarët e vërtet janë në shesh. Juve ku jeni? Juve ku jeni? Shqiptarët e vërtet sot janë në shesh, me gjak dhe me shpirt. Me këtë flamur janë në shesh. Juve ku jeni? Ku jeni? Si ka mundësi që nuk ka një vips në shesh? Si ka mundësi që nuk e mbështet asnjëri këtë protest? Ka shumë të lidhur me këtë pushtet, me këtë hajdutë dhe maskarent. Ku jeni? Se shqiptarët në Milano ju përgjigjen Elvana Gjatës, u përgjigjen Alban Skënderaj, ku vendosin parrullat kur vinë me Shqipëri etnike, Shqipëri e madhe. Shqiptarët sot ky vend dhe ky komp ka më shumë nevojë se asnjëherë tjetër për të shpëtuar këtë vend, për të ardhmen tonë, për fëmijët tanë, për Shqipërinë e vërtet që duam, të kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Pronarët e vërtet janë shqiptarët dhe jo pushtetarët. Duhet kthyer pronarët e vërtet këtij vendit, që janë shqiptarët e vërtet, dhe shqiptarët e vërtet sot janë në shesh.